Në Partinë Socialiste janë depozituar prej disa ditësh dosjet me analizën e zgjedhjeve lokale nga çdo njëri prej deputetëve, një detyrë kjo që ju ngarkua nga kryesocialisti Edi Rama në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare, mbajtur në mesin e muajit korrik. Në bashkëpunim me kryetarët e partisë në çdo njësi lokale, të zgjedhurit socialist kanë renditur të gjitha arsyet e fitores apo humbjes së kandidatëve të koalicionit të majt në garën e 21 qershorit, analizë që i është dorëzuar kreut të grupit kuvendor Gramoz Ruçi dhe pritet të diskutohet në shtator. Por kur ende do edhe pak javë që të mbarojnë zyrtarisht pushimet dhe analizat të kalojnë në sitën e kryesisë dhe grupit parlamentar të Selisë Roz, debatet e para brenda koalicionit për zonat që u humbën nga e majta ka nisur të dalin në sipërfaqe. Si pjesë të analizës, Artan Shkëmbi, ish kryetari i Bashkisë së Pogradecit, një zonë e njohur si bastioni të majtës, ka bërë përgjegjës për humbjen kandidaten e Lëvizjes Socialiste për Integrim Diana Mile, duke konsideruar atë si një kandidaturë të papërshtatshme. Përfaqësuesja e LSI-s ka reaguar duke akuzuar Shkëmbin si pjesë të pazareve politike, për të cilat Lëvizja Socialiste për Integrim kishte folur që kur u shpallën rezultatet. Edhe në Mallakastër, një tjetër bastion i të majtës që u fitua nga kandidati të djathtës, Partia Socialiste shesi përgjegjës për humbjen kandidatin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kryetari i socialistëve në këtë rreth, Pajtim Ismaili, është shprehur se 90% e anëtarësisë socialiste kanë qenë kundër kandidaturës së propozuar. Debati lokal mes përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në Pogradec dhe Mallakastër vjen në një kohë kur flitet për tension në marrëdhëniet mes dy krerëve të koalicionit qeverisës të krijuar pas zgjedhjeve vendore.